Përshëndetje, për sot kam përzgjedhur një sallatë të shpejtë që përgatitet lehtë vetëm për pak minuta. Fillojmë me recetën. Për ta përgatitur këtë recetë, unë do të përdori pra sallatë, perime të gatshme, sallatë ruse, receta për sot. Kam vendosur me përgatitur me perime të gatshme sepse përgatitet më shpejt edhe më lehtë dhe po përdor mi 450 gram perime të ngrira. Këtu i kemi vendosur të gjitha që të zihen. Pasi u i të vloj, i shtoj edhe i la me vlu për 4-5 minuta, jo ma shumë, sepse këto zihen shumë shpejt. Pasi që kanë vlu, edhe pasi janë zi, vazhdojmë i largojmë anësh. Do t'i la në një inë tjetër që të ftohen. Pra i largojmë nga uji, nuk i leni me u zi shumë, pra mos t'ju zbuten edhe tepër. Shumë shpejt do t'i keni gati, për 4 minuta 5 do t'jen gati pra për t'i larguar nga uji. Sa po t'i kemi lënë në këtë inën këtu, do i leni që të ftohen mirë. E në anën tjetër do të vazhdojmë të zihemi 3 vezë. Dhe pasi që janë ftohur perimet deri diku, pra vazhdojmë shtojmë të gjithë përbërësit që na nevojiten për me përgatitur sallatën ruse. Shtojmë kastraveca turshi, 3 deri në 4 kastraveca të vegjël. Vezët i kemi bërë gati, pra 3 vezë të ziera. Shtojmë biber të zi. Pastaj shtojmë kryp sipas shijes. Secili do ta bëj sipas shijes së vet. E mandej shtojmë majonez. Pra, majonezi është ajo që e bën këtë sallatë të bëhet tepër e mirë dhe e shishme. 2 deri në 3 lugë të gjellës me majonez. 2 lugë të gjellës me pavllak ose aj kokosi. Edhe tash krejt përbërësit ja kemi hedhur, vazhdojmë i përzim. Edhe kështu kena përgatit sallatën e ftohtë ruse. Sallatë që ja vlen të provuhet, sepse përgatitet shumë shpejt. Tash, pasi që t'i përzini mirë përbërësit, do t'a lëni sallatën që të ftohet në frigorifer. Më së paku 2 orë, por është më mirë që t'a lëni edhe më gjatë. E pasi që të ftohet, atëherë mundeni me e servu. E provoni edhe çfarë na mbetet tjetër, po s'ju themi se kjo recetë përgatitet të lehtë, shpejt edhe bëhet shumë e shishme. Provoj recetën. Unë e kam përgatitur për pak minuta. Provone edhe ju. Përgatitni sepse ja vlen. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.